Mars 2026, u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programin e punës për periudhën 23 mars 1 maj 2026 dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit periudhën 23 mars 10 prill 2026. Në konferencën e kryetarëve pati mirëkuptim lidhur me projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit. Gjithashtu ju njoftoj se sot në konferencën e kryetarëve u vendos që pjesë e rendit ditës seancës sotme tjetër dhe votimi i projekt rezolutës për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si shtet sponsor i terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste, e depozituar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në konferencën e kryetarëve u vendos që për sa i përket debatit për projekt rezolutën, do të flasin kryetarët e grupeve parlamentare, si dhe kryetari i Komisionit të çështjeve europiane dhe politikën e jashtme. Projekt rezolutën do ta prezantoj zoti Tauland Balla. Zoti Balla, fjala për ju. Nderuar zoti kryetar, të nderuar deputet, sot Kuvendi i Shqipërisë është ftuar të diskutojë dhe të miratojë një rezolutë e propozuar nga grupi ynë parlamentar, e cila lidhet me çështjet më të rëndësishme të sigurisë ndërkombëtare dhe të rendit global. Lufta kundër terrorizmit dhe përgjegjësinë e shteteve që e mbështesin ose që e tolerojnë atë. Terrorizmi nuk është vetëm një akt dhune. Ai është një strategji e qëllimshme friksimi, destabilizimi dhe minimi të rendit demokratik. Ai godet civilët, godet institucionet dhe godet edhe parimet mbi të cilat është ndërtuar sistemi ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore. Prandaj, lufta kundër terrorizmit nuk është thjesht një çështje sigurie. Ajo është sot një betejë për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e shtetit të drejtës dhe për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një vend shumë i qartë dhe i palëkundur në këtë qëndrim të saj. Ne jemi një vend që ka zgjedhur qartësisht anën e demokracive, anën e rendit ndërkombëtar bazuar në rregulla dhe anën e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër terrorizmit. Si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Rezoluta të cilën deputetët sot e kanë përpara është pjesë e këtij angazhimi të vazhdueshëm. Ajo bazohet në një realitet që është dokumentuar në mënyrë të vazhdueshme nga analizat ndërkombëtare dhe nga raportet e institucioneve të sigurisë. Përdorimi i strukturave shtetërore, i organizatave të lidhura me to dhe i rrjeteve të ndërmjetme për të mbështetur grupet armatosura, për të financuar aktivitete destabilizuese dhe për të ushtruar ndikim përmes mjeteve hibride në rajone ndryshme të botës, dhe një nga elementet më shqetësuese të këtij fenomeni është përdorimi i strukturave paramilitare dhe i grupeve të armatosura proxy që veprojnë si instrumente të politikës së jashtme. Por për Shqipërinë, kjo nuk është vetëm një çështje e largët gjeopolitike. Vendi ynë ka qenë vetë objekt i sulmeve të drejtë për drejta në hapësirën tonë kibernetike. Sulmi i rënd i vitit 2022 ndaj institucioneve të Republikës Shqipërisë ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran. Ai synoi të paralizonte shërbimet tona publike, të dëmtonte funksionalitetin e institucioneve dhe të cënonte besimin e qytetarëve në shtetin e vet. Shumë përpjekje të tjera janë parandaluar ose zbuluar në kohë.
Por kjo do të thotë se ne nuk duhet të humbim vigjilencën dhe vetëm pak ditë më parë përsëri Kuvendi i Shqipërisë ishte shinjestra e një sulmi të ri kibernetik. Këto nuk janë incidente të zakonshme teknologjike, këto janë akte të mirëfillta armiqësore që synojnë destabilizimin e institucioneve demokratike dhe funksionimin normal të shtetit. Rezoluta për të cilën ftohemi ta diskutojmë dhe synon pikërisht të adresoj këtë realitet. Në rezolut synojmë të dënojmë në mënyrë të qartë çdo formë të mbështetjes shtetërore për terrorizmin, të dënojmë përdorimin e grupeve proxy për destabilizimin dhe të dënojmë përdorimin e mjeteve hibride për fshirë sulmet kibernetike kundër institucioneve të shteteve sovrane. Rezoluta i bën thirrje qeverisë shqiptare që në përputhje me legjislacionin tonë dhe në koordinimin e plot me aleatët tanë të shqyrtoj të shpallë Gardën Revolucionare të Iranit dhe organizatën Hezbollah në Liban si organizata terroriste, si dhe të forcojmë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shteti dhe rrjetet e tij. Një numër i konsiderueshëm tani më vendesh dhe institucionet ndërkombëtare i kanë marrë masat e ngjashme që propozon për të miratuar në këtë rezolut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur Gardën Revolucionare Iraniane, organizatë terroriste që në vitin 2019. Në janar të këtij viti të njëjtën gjë e bëri dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë një numër tjetër vendesh anëtare këtu të Bashkimit Evropian dhe ndërto spikat Gjermania, Franca, Mbretëria dhe jashtë Bashkimit Evropian, Mbretëria e Bashkuar, kanë marrë masa konkrete për fshirë shpalljen si organizatë terroriste Hezbollah. Në këtë kontekst, qëndrimi i Shqipërisë është pjesë e një përpjekje të gjerë, të koordinuar të komunitetit ndërkombëtar për të mbrojtur sigurinë kolektive dhe për të parandaluar përdorimin e terrorizmit si instrument i politikës shtetërore. Dhe së fundmi, minimi i kanalit Hormuzit nga Irani është një akt tjetër terrorist i cili synon bllokimin e lëvizjes së lirë të anijeve të transportit, duke shkaktuar kështu një krizë energjetike në mbar globin. Prandaj, nderuar kolegë, kjo rezolut nuk është një rezolut kundër një populli. Ajo nuk i drejtohet kurrësi qytetarëve të Tiranit, të cilët janë shpesh dhe jemi gjithë dëshmitar, janë vetë viktima e një regjimi represiv. Ajo është një qëndrim kundër praktikave shtetërore që mbështesin terrorizmin, destabilitetin dhe përdorimin e dhunës si një akt i pastër politik. Shqipëria ka treguar vazhdimisht se është një partner i besueshëm në luftën kundër terrorizmit. Kontributi ynë në NATO dhe në misionet tona ndërkombëtare është dëshmi e qartë e këtij angazhimi të vazhdueshëm. Kjo rezolut është pra vazhdimi logjik i këtij angazhimi. Ajo është një mesazh i qartë se Shqipëria jonë e përbashkët nuk e toleron terrorizmin në asnjë formë dhe institucionet e saj janë të vendosura ta mbrojnë demokracinë, sigurinë dhe sovranitetin e vendit. Për këto arsye, i ftoj të gjithë kolegët ta votojmë së bashku një zëri këtë rezolut. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës, të cilët nuk ditën që një moment solem të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent me njëhershëm të Shqipërisë për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për krah vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse përmenda Gjermaninë dhe Francën dhe plot vende të tjera, për krah një partneri të rëndësishëm si Mbretëria e Bashkuar, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye, të vinin në seancën e Kuvendit të Shqipërisë dhe ta mbështesin këtë qëndrim i cili është i domosdoshëm, është urgjent dhe i nevojshëm sa i përket edhe kontekstit të ri pas
zhvillimeve pas sulmit kibernetik kundër Kuvendit të Shqipërisë sa i përket interesit të Shqipërisë të brenda nesh, por edhe zhvillimet që lidhen me bllokimin apo minimin e kanalit Hormuzit apo zhvillime të tjera të bëra publike. Kështu që në këtë këndvështrim, për ta parë jo si një akt formal, por duhet ta shohim si deklaratë të qartë të vlerave dhe përgjegjësisë sonë si demokraci, si një aleat i NATO-s dhe si një vend që brenda vitit 2030 do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Duke ju falenderuar, tekstin e plotë rezolutës secili prej deputetëve ka përpara, është publikuar në sistemin e komunikimit publik të Kuvendit të Shqipërisë. Nuk po e lexoj tekstin për të lehtësuar kohën e nevojshme dhe diskutimeve, por ju ftoj ta votojmë një zëri këtë rezolutë të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, zoti Redi Muçi dhe